pacientët që më vinë, unë i shikoj në qelisë. Dhe them, kjo vajzë e re, në kulmin e jetës, në moshën më të mirë biologjike, si ka mundësi që nuk ngelet shtatzane. Dhe ky djalë, 32 vjeç, 35 vjeç, pse? Ideja është kjo. Ne kemi dy faktorë. Është faktori moshë, është faktori kohë. Unë isha 35 vjeç, apo 30 vjeç doktor në maternitet, unë kam pritur 35 lindje dhe kam bërë 5 operacione. Sot janë 8 lindje e 10 operacione. Bosha 30, kohën e ke për të lindur vetëm një vit. Dhe në këtë kohë veza që dorë 24 orë në dritaren e pjellëshmërisë. Në infertilitet, unë kam parë moshën. Pra mosha që është faktor kryesor? Kohën. Dhe kam parë një kohësisht dhe faktor të tjerë që janë infekcione ginekologjike, janë disbalancat hormonale. Kyçi dhe thelbi i shëndetit femëror është dieta. Ne sot kemi faktor toksina, përmbajtje kimike hormonale, të cilat mbajnë një emër që quhen ksenoestrogen. Veç këtyre ksenoestrogenve janë pesticidet, fungocidet, herbicidet, të gjitha detergjentët e shtëpisë, të gjitha gratë që marrin ushqimet përpunuara, që marrin ushqime të shpejta, që marrin ushqime të paketuara, që marrin ushqime të përpunuara të mishit, sallamit, suxhukut, të gjitha. Pesha dhe gjatësia janë etalon biologjik i njeriut. Pesha do t'jetë 3-4 kg në gjatësi.